Proteina magjike që zgjatje gjatësinë dhe ngadalëson procesin e plakjes. Prej kohësh, shkencëtarët kanë qenë në kërkim të burimit të rinisë, i cili mund t'i ndihmojë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më mirë deri në pleqëri. Megjithatë, në rastin e studiuesve spanjoll nga Universiteti i Barcelonës, duket se janë jashtëzakonisht afër. Në studimin e tyre të botuar në molecular therapy, pas eksperimenteve në minj, ata arritën të identifikojnë një protein që, pas një trajtimi të vetëm, zgjat ndjeshmëri gjatësinë. Në mënyrë specifike, ata vunë re seminjtë të cilëve ju injektua një protein e quajtur klothojetuan pothuajse 20 më gjatë seminjtë e patrajtuar. Përtej thjesht zgjatjes së jetës, këta minj ruajtën forcë më të mirë muskulore, dendësi kockore dhe funksion të trurit deri në pleqëri, duke ngadalësuar në thelb aspekte të shumta të plakjes në të njëjtën kohë. Kjo protein e veçantë vepron si një rregullator kryesor i proceseve të ndryshme të plakjes në të gjithë trupin. Kjo do të thotë që një trajtim i vetëm me klotho mund të adresojë potencialisht dëmtime të shumta që lidhen me moshën njëkohësisht. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.